Këngëtarja e njohur Adelina Tahiri ka ndarë një histori tronditëse me publikun. Ajo ka zbuluar për herë të parë se ka qenë viktime dhunës fizike nga ish-partneri i saj. Tahiri ka treguar se ish-partneri i saj ishte djali i një funksionari të lartë politik në Maqedoni dhe kjo situatë e vështirë e bëri që ajo të njihej me burrin e saj aktual, i cili ishte avokati që e mbrojti nga dhunuesi. Adelina tha se këtë ngjarje nuk e kishte ndarë as me familjen e saj, por vetëm me avokatin dhe gjithçka kishte ndodhur kur ajo ishte 19 vjeçare. Ajo theksoi se askush nuk ishte ndalur për ta pyetur për të kaluarën e saj, por se kishte përjetuar shumë paragjykime për martesën e saj me një burr maqedonas dhe më të mëdha në moshë. Parat sot janë shumë të lehta për të bërë, nuk kam pasur nevojë për një njeri për para, kam dalë hapur dhe kam treguar se kush është burri im, ndryshe nga shumë këngëtare të tjera, tha ajo. Për raportin me bashkëshortin, Tahiri shtoi se ai ka qenë gjithmonë krah i saj në çdo hap dhe nëse ndahen, do të ndahen me paqe. Sot jetoj shumë e lumtur dhe nëse do të ndahesha me paqe me burrin tim, sepse kam me këtë të bisedoj, e shoh përballë dhe flas me të, por dhunën nuk e pranoj në asnjë mënyrë, theksoi ajo. Ajo gjithashtu ka folur për periudhën e vështirë ku kishte përballë një individ me një pozitë të lartë politike dhe se ishte gjykuar pa arsye. Kam pasur të bëj me një person, babai i të cilit ka qenë funksionar shumë i madh politik dhe kam pasur shumë të rëndë. Jam gjykuar pa arsye, shtoi ajo. Kur u pyet përse nuk kishte folur më herët, ajo tha se nuk donte të përmendte emra. Nuk kisha dashur të flas, sepse nuk dua të përmend emra. Nuk është situata dhe momenti i duhur. Ndoshta dikur në jetë do ta them, por tani jo. Adelina theksoi se çështja ka të bëjë me korrupsionin dhe pozitat, por ajo nuk është dorëzuar kurrë. Deri në muajin e 9 të shtatzanis kam shkuar deri në fund, përfundoi ajo. Ajo u bëri thirrje njerëzve të ndalin paragjykimet dhe komentet negative, duke theksuar se askush nuk e di se çfarë fshihet pas një fotografie në rrjetet sociale. Megjithatë, gjithmonë kam dalur e buzëqeshur dhe shumë e fortë, edhe kur kam qenë shtatzën. Më kanë gjykuar pafund, ke bërë fëmijë me këtë, me atë, do ta mbysim fëmijën. Pse po gjykoni? Prandaj nuk duhet të ulemi në Instagram dhe TikTok vetëm për të bërë komente negative. Mos e bëni, sepse nuk e dini kurrë çfarë fshihet pas asaj fotografie.